Xhamia e Pashës, që ndodhet në zemër të qytetit të Tetovës, është një nga vendet e ralla në këtë rajon që tërheq vizitorë të shumtë të huaj. Kryesisht turistët janë nga Turqia, ndërsa nuk mungojnë edhe turistët nga shtetet e Evropës, kurse viteve të fundit është rritur interesimi edhe nga shtetas të Polonisë dhe Çekisë. Imami i xhamisë Emir Kasami thotë se listës së turistëve u prin Turqia. Kemi turistë nga vendet ndryshme të botës, po kryesisht më shumë që e bëjnë numrin më të madh janë turistët nga Turqia. Pastaj vijojnë turistët nga Evropa normalisht, sidomos 2 vitet e fundit turistët nga Çekia dhe Polonia. Varësisht nga bëhet pak edhe PR-i i çështjes turistike në Maqedoni. Edhe pse me shumë pak marketing edhe me PR, mirë po ka arritur, domethënë, pasi që kemi një fat tashmë, kjo koha është koha e mediave sociale dhe në rrjetet sociale ka shumë interesim të madh për vizitën e xhamisë, edhe normalisht kur shpërndahet edhe ajo mbjellet ajo kurreshtja për ta vizituar xhamin, edhe në këtë mënyrë edhe është bërë, sidomos kohëve të fundit, tashmë është shumë trend, domethënë vitet edhe të vizitohet nga shumë vizitorë, nga shumë turistë tuaj xhamia e Pashës. Por për çfarë interesohen me shumë turistët që vinë në xhamin e Pashës? Pikës parë ju intereson njëherë xhamia, historiku i xhamisë, sa është ruajtur originaliteti i xhamisë, edhe normalisht pastaj fillojnë edhe pyetjet rreth qytetit, se çfarë ushqimesh ka, çfarë ëmbëlsirash ka, çfarë vende tjera mund të vizitohen dhe kështu me radhë. Varësisht nëse kanë gujit, atëherë zgujida u tregon historikun e xhamisë, nëse nuk kanë gujit, ose ne u tregojmë ose kemi fletushka, domethënë gati se në secilën gjuhë kemi fletushka, edhe u dorëzojmë fletushkat ku shkruan historiku i xhamisë në mënyrë të detajuar. Normalisht ka rregulla edhe për këtë punë, gjatë kohëve të namazit, kur falet namazi, është ndaluar të hyjnë turistët, shkaku i veshjes edhe shkaku i mos pengimit, prishjes të qetësisë xhamatit, edhe normalisht jashtë kësaj ne kemi edhe sidomos për motorat, për vajzat kemi veshje mbules edhe veshje që i ngjan të hyjnë në xhami, domethënë i kemi gjitha përgatitjet për një turist për ta vizituar xhamin. Përfaqësuesit e xhamisë së Pashës thonë se sadopak janë krijuar kushte që vizitorët të ndjehen mirë, por mundet edhe më mirë. Kushtet i plotëson, mirë po a mundet më mirë, normalisht që mundet, kështu që ne ende punojmë rreth kësaj se si mund të zhvillohet edhe çfarë mund të bëjmë më shumë për të arrit edhe numrin e vizitorëve, shkaku se kur rritet numri i vizitorëve këtu, rritet edhe numri i vizitorëve në qytet, edhe kjo ka ndikim edhe në ekonomi, dhe pse jo? Ne tentojmë me çdo kusht. Vjetë kemi pasur një projekt për shembull për Wi-Fi free, dhe me një nga operatorët e Maqedonisë kemi bë. Tash tentojmë edhe të shtojmë edhe disa gjëra tjera, mendojmë ta digitalizojmë, domethënë historikën e xhamisë, ta bëjmë me QR kod, gjuhë të ndryshme kur ta lexoj QR kodin dhe kështu me radhë. Domethënë kemi ende projekte për të bërë, gjithmonë ka hapësira për të bërë edhe më mirë. Kjo xhami, e ndërtuar në vitin 1495, e rindërtuar në vitin 1834 nga Abdurrahman Pasha, kurse kulmi i vizitorëve është gjatë verës, respektivisht gjatë ditëve të fundjavës vijnë deri në 50 autobus me turistë të huaj. Në ditë të tjera gjatë verës ka autobus me turistë që vinë për të parë nga afër këtë monument të rrallë fetar në Tetovë, që përfaqëson stilin e hershëm me arkitekturë osmane. Rrugicat për kalimtarët pranë parkut të xhamisë janë të ndërtuara me gur, por në atë park janë edhe 2 çezma që shërbejnë për nevojat e qytetarëve, ndërsa muri që e rrethon këtë xhami është rindërtuar në vitin 1991. Xhamia e Pashës vazhdon të jetë një monument i rëndësishëm për banorët e Tetovës, ndërsa atrakcion turistik edhe me shumë vizitorë të huaj, të cilët e vizitojnë gjithnjë e më shumë.